Përshëndetje shikues të nderuar të Telegrafit, jemi me podcastin e radhës të Arena Yjeve. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Me ne sot është i ftuar i pari i futbollit të Kosovës, presidenti i Federatës së Futbollit Agim Ademi. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirë se vjen kryetar. Mirë se vjen. Avdem, para se me fillu me pyetje, pas pari duam t'i falenderojmë sponsorët tanë apo mbështetësit e këtij emisioni që janë Pro Transport, Mucha Solar, Patos, Lashko dhe Denfix. Kryetar, penisëm, kështu mas pare, për këtë ata që nuk e din ti ke qenë edhe futbollist aktiv për shumë vite. Qysh ka fillu dashuria jote për futbollin dhe kur ke fillu? Edhe cilat klube ke luajtur atko? Po si fëmijë i Prishtinës, normalisht që përpara jemi marrë me çka kemi mujt lojna fizike më shumë, si kemi pas këto pjesë tash digitale kompjuteristike sana dhe është shumë mirë që në atë kohë kemi pas çito dhe ka qenë trener e kanë qujtë Sheki, i cili i kam lidh fëmijët në Dragodan, kujtohet si sot kemi dalë kështu, do të thonë unë vi pe ilagjës në Vranjevci atje dhe kemi dalë në Dragodan, zakonisht e kemi pjesë tonë afër dalshëm si fëmijë me lujt. Ju ngrumbullu dhe na kam lidhë dhe neve, hajde bashkonu këtu, do muj me thonë sigurisht që në konja 60.000 më shumë. Edhe ai ka përzgjedh, prej aty ka përzgjedh, do më thonë një numër që i ka çunë për klube. Nuk e di organizimin si ka qenë atëherë me atë pjesë, po e di që prej çatij grupimit unë kom shku në Rami Sadik në kategoritë e reja deri në junior, atje ka qenë një trener i quajtur nacionalitet serb i quajtur Kiki, si atë di emrin më shumë. Kemi stërvit në disa vite dhe prej aty kemi kalu në klube tjera, Kosova Prishtinës në atë kohë, do më thonë kemi fillu me Kosovën e Prishtinës dhe kemi qenë një ekip kogja i mirë që pastaj një kohë kom shku në Rudnik Kishnicës, kur ka orë një sherif Monina i cili ka qenë një shqiptar, se ata kanë qenë ma shumë sërbë, do më thonë ekipit gjithë. Dhe futbollistat e parë shqiptar, sa e diune kanë shku atje, Shukri Shabani, një super futbollist i Lapit edhe Islam Ajeti, që me vonijet edhe si refer, po ka qenë futbollist, ka shku nga Prishtina. Ka qenë në Prishtina të kohë dhe nga Prishtina ka shku në Rudnik Kishnicës. Pra, unë e di që Islam Ajeti, po e kom bërsh me thonë, ka shku për një arsye vetme, sepse ka qenë kogja kaliber i madh i lojtarit. E me shku nga Prishtina atje, po ka shku për çështje të tij familjare patriotike, ai vjen për një familje patriotike, familja Ali Ajetit, dhe ata kanë qenë të monitorum dhe me që ka fillu miksi, ka pas edhe sërba atje, ndoshta ka qenë pak ma letë më marrë me vëmëtarisë, në atë kohë ka qenë investigimit mërshëm, dhe më thonë që s'ka mujtë, prandaj ka shku këta dy futbollisti jashtëzakonisht mirë. Mas nej, që ky sherifi që thash ka qenë sekretar i organizatës të minierave, Kishnicën ka qenë miniera, dhe ai ka fillu mi marrë shqiptarët, ku i ka marrë këta, dhe më thonë mi bo mix pak, atë bisë, një përzi pak. Prej atyne, mas tyne ka folë edhe me neve, më kujtohet që sot na ka thirrë kemi shku në Zyret, i ka pas aty afër Grandit, për ballë ku ka qenë Planika, aty kemi shku, kemi folë me to dhe jemi marrë vesh për me shku me lujt atje. Kom shku në atë kohë, unë edhe një Bislimi ka qenë një klubi Piku i Dobreves, ka qenë një futbollist i shpejt, shumë i mirë. Por në një periudhë shumë të shkurtë dhe më kanë qitë në transfer list. Prapa të Rudnikut dhe si e do fati kanë në futboll, u ktheva në klubin tim prap në Kosovën e Prishtinës. Edhe në ra për kup me lujt bashk. Më besoni, kjo është gjithmonë që një klubit i hakmirët pikërisht lojtari vetë. Edhe muj me thonë, thjesht muj mu livdun këtë drejtim pa në nëshmu, dhe më thonë punën e shokëve, po asë ka qenë një ditë me shi, në Kishnicë asë që thonë ma deshte a din futboll, që muj me thonë lirës i ku mujt vetë, me gol, me penalti, me pëgjutjet lirë. Edhe faktikisht më kujtohet që sot ai sherifi tu në rreth stadionit shtu visi, kon e keni hiek, kon e keni hiek trenerit. Edhe prej aty domethënë një sezon kom qenë një pjesë kom qenë në Flamurtar. Kemi stërvit thjesht po e them shkova edhe por nuk e di se në arsye nuk më kanë marrë në përgatitje kur në shku, komet me stërvit këtu, më kujtohet me
Faton Zeciri ka qenë edhe ai një super lojtar, po ka qenë i operuar dhe rehabilitim. Po. Kena met një 3-4 futbollista këtu edhe unë me ta dhe mas asaj se shqiptar cihem që i ndomi. Po, edhe kom kalu prap jum këthy në klubin tem ku e kom vazhdu dhe kom përfundu karrierën. Pra kom lujt në ligat e Kosovës. Po. Jam ka qenë aqë, do më thënë në ligën e Kosovës, kom qenë një majtak, një specifike kom kitë futbol, do më thënë qasoj kategorijës të ligat të Kosovës, që i kom 9 gola nga korneri, drejt për drejt. Drejt për drejt nga korneri. 13 vjetë që kom pjesë e futbolit aktiv. Po, një majtak, kështu, tipik. Çfarë pozite ke lujt edhe cila u kon periudha më e mirë që ki kalu me një klub? Besoj që në Kosovë të Prishtinës, mas jo klubi i zemrës, po... Kur thash majtak, do më thonë kum lujt shumicën e rastë bek i majt, atër ka qenë, do më thonë klasike, edhe alo e majt, që atër kur po thëmë që i kom bo këto gollat edhe si bek e si alo, po që shë ka lyp nevojë se aty ka pas futbolista atë jashtëzakonshëm. Besoni, në Kosovën e Prishtinës, tasoj kohë kanë qenë futbollistat me emën që për një arsye ose tjetër, sepse gjithmonë futbollistat e mirën pak ma nervoz, pak ma me karakter pak tjetër. Për shembull ka qenë Xhelal Morina, që ka qenë njëri i jashtëzakonshëm, tash nuk jeton më, futbollist shumë i mirë. Ali Fazliu, që e kemi qytet Ali Mercedesi, fenomenal është Enver Fazliu lloji tina, që ka qenë një mbrojtës, qendërmbrojtës, që ka lujt edhe në Sutjes të Nikshicit dhe u rikthy prap. Do të thonë gjithmonë kudo që kemi shku, secili jemi rikthy aty edhe plot futbollistë të tjerë, do të thonë deri te Bajram Krasni që nis fetohej pas gjeneratave tona, do të thonë që gjithmonë kam mbledh një pjesë të qytetit, edhe pse që kjo Kosova e Prishtinës në kohrat kur ka qenë kampion në atë botë, në atë kohë, kjo është ndonë një fraksion nga Prishtina, që ka qenë fillim atëherë, do më thonë medicinare që u qujtë Prishtina, sa në të bërë historiku i soj është qajo, do më thonë dhe këtu jë ndo që i kanë qujtë në atë kohë Zanat Lit, Prishtina Lit, që kanë qenë futbolista, jë ndo, një pjesë sërve që ka qenë atëherë që ka mojtë, dhe kanë kriju klubin e vetë, edhe kanë kriju këtë qitë Kosovën e Prishtinës, një prej tyne, ndoshta edhe qendrori ka qenë baba i Sunaj dhe Suat Keqit, i cili ka lujt në këtë klub dhe ka bo që të riorganizim, sepse ka qenë një Prishtina li vjetër dhe një Zanat li vjetër. Pra, tradita ka ecë, do me thonë, vazhdimisht, u kona Agim Berisha portjer, besoj që e një Agim Berishën, portjer shumë i mirë, i jashtëzakonshëm, ka qenë edhe muzikant, ma nej Musa Gashi ka qenë super futbollist, në fakt portjer. Kështu që ka pas shumë emna që po thëmë jo veç klub, po ka qenë një familje, një shoqëni, një religion për neve, sepse thjesht kemi pas edhe sponsorat tonë, dhe më thonë, sikur atër kompanit hotelirë që kanë qenë, dhe më thonë, Grandi, atër Bozhuri, Svisi, sot shumë kretë pjesë tjera, dhe më thonë, që kanë qenë qytetet, në qytet edhe në për Kosovë, kanë qenë sponsori joni dhe kemi pas edhe sponsor të tjerë dhe ka pas futbollista të jashtëzakonshëm edhe kushtet atëri kemi pas me atë kompani, domethënë kohë mira për atë kohë. Është një eksperiencë e mirë, një kujtim i mirë tash për mua, domethënë sa herë që e kujtoj dhe sot e kësaj dite takohemi, domethënë edhe jemi pothuajse afër gjithë ata që janë këtu, domethënë Kosovë, dhe ata që janë që vinë e që lëvizin. Të bëhemi edhe tash pothuajse gati çdo vit, një herë në vit pa u të bëu, pa najt bashk, pa fol, pa Gjithatë kishe lojtari i Kosovës Prishtinës, a e kishe mendu që këmu bo drejtues edhe me najt atë gjatë në kryet Kosovës Prishtinës. Madje edhe në kohët më të vështira ky klub, kur i kom pjesë e drejtuese e klubit, ka marrë pjesë në turne ndërkombëtar. Po. Kjo ka ndodhë sepse kem qenë aktiv në atë kohën kur jemi dbu prej stadionu, kur na i kam pru ato letrat e famshme pranë në Serbinë si shtetësan edhe ligën kështu. Ne kemi prit gjitha klubet e Kosovës, do me thotë Prishtinës, e gjitha e kemi prit Prishtinën si sinonimi i futbollit Kosovës në atë kohë. Ka qenë një kombëtare Prishtinë. Një kombëtare, realisht.
Bile po bëj digresion këtu, na kemi qenë partner kryesor për shembull të ndeshjeve kontrolluese ekipi jon pikërisht sepse kemi pas edhe objekti jon, domethënë i klubit, Selia jon ka qenë në stadionin e sotshëm Fadil Vokri, ku ka qenë në Prishtinë dhe ka pas shumë afër. Sa herë që ju ka dashur një lojë kontrolluese, gjithmonë neve na kanë marrë se kemi qenë aty. Dhe na e kemi prit, domethënë gjithsesi gjitha ekipet ça po ndodh me neve dhe ça po bën Prishtina, orientimin e Prishtinës. Edhe kemi vendosur, më kujtohet se sot ka qenë një mbledhje gjatë në Grand Hotel, kemi shku, kemi prit me zyrtarët atëhershëm, domethënë që kanë qenë të futbollit, sërb normalisht, edhe të prit që qa po ndodhe, qa po bëhet, s'kemi pranu, në fund kemi dalë për mbledhje dhe kemi lënë që nuk marrim pjesë, kështu ka ndodhë, s'kemi marrë pjesë asnjëherë dhe si jemi dalë, domethënë mas disa mujve, jemi kthy, jemi organizuar shokët, po organizohemi dhe se cilë kemi marrë, ka një detyrë, më mëra detyra meron e lojtarit më caktuar ashtu dhe disa tjerë trajnerë, disa tjerë anëtare, domethënë rithemelus domethënë të klubit, që mund të them lirisht që jam pe rithemelimit të klubit, të këtij klubit tash të ri Kosova. Bashkarisht me një pjesë të lojtarëve të cilët edhe kanë lujt, disa kemi lujt edhe kemi vazhdu ka pak në këtë ligën tonë me lujt, domethënë që kemi pas, derisa kanë ardhur disa 3, por gjithsesi kryetari i parë edhe trajneri i parë ka qenë Enver Fazliu, ish kapiteni domethënë i ekipit. Kështu kemi fillu dhe kemi ardhur deri në pjesën ku kemi qenë Koxha klub i rëndësishëm në Garë. Fituesi Kupës Kosovës, kemi qenë një 2-3 herë në vendin e dytë, për shumë arsye kemi dalë parë, kemi pas ekip jashtëzakonisht mirë. Nëse numërojmë domethënë lojtarë që nga ky ekip lojtarë kanë shkuar për gjitha klubet e Kosovës, madje edhe jashtë. Të gjithë lumnist kanë qenë aty, domethënë se kanë pasur shtëpi të vetën. Lecë na tregojnë herë që ka marrë Kosova Prishtinës, Fevari Levës jashtë me lujtë edhe umet në Kosovë Prishtinës. Lecë e nisi Feta Kukaj. Lecë ka filluar na Amir Rahmoni ka fillu të na, karierën Liridon Kukaj, domethënë ka qenë lojtari Joni, Enis Fetaj ka fillu, domethënë ka qenë të na me 16 vjet të gjysmë me leje speciale. Edhe Enisi nuk kanë shtëpi atë, se edhe babën trajner. Po, realisht është njëri prej kontribuesve më të mëdhenj si trajner Meksa. Ka fillu karrierën e vet si trajner të na bashkë me Tendirin Shaban Zeqirin, i cili kanë qenë 2 futbollista me emën. Ndërsa Meksa ka qenë domethënë më gjatë, ka ndajt, ka qenë trajneri gjithë neve që na ka pas ka njëherë në dorë Halil Sadiku, të cilin e ka vetë Meksa ka propozuar që ta marrim sepse ai si thuj se u pensionu nga flamurtari, por gjithsesi ishin një numër që kanë fillu si fëmijë flamurtar, një numër lojtarëve të cilët domethënë erdhën te na dhe ai vike me pa dhe angazhuam edhe ato dhe u bëm një grup jashtëzakonisht i mirë. Meksa ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm aty, edhe më me thonë gjithmonë falenderuese, asnjëherë nuk ka qenë për aty në tipave që kemi pas apo s'kemi pas mjetë, domethënë e ka vazhdu punën. Jo, e para ka qenë Etina, e rëndësishme ka qenë Etina më zhvillu futbolli, me zhvillu klubin, gjitha këto tjerat kanë qenë dytësore. Për fat mirë Meksa i ka pas punë mirë, se ka qenë një drejtor në një organizatë jashtëzakonisht të madhe në Rami Sadik, dhe ndoshta se ka pas edhe qatë shumë nevojën, po ka njerë ka ndodhë që i kemi bërë dhe parat bashkë dhe kemi kryer një punë që u dashur për klubin, këtu e përfshi edhe Meksin, që ka thonë ato parë, kështu që kujtimet për atë klub dhe edhe qëndrimet, domethënë çu kemi qëndru, çu kemi lëviz, kontributi për një segment shtetënor atëherë që ne çuheshim të kësaj lige ka qenë jashtëzakonshëm, është pjesë që vlerësoj shumë dhe është pjesë unike, ato garat që i kemi marrë në atë kohën kur kemi qenë jashtë stadioneve, jashtë krejt garave të tjera, të papranuar, të pa njoftur në askund, por e kemi bërë një futboll të rregullt sipas rregullorëve të UEFA-s të FIFA-s. Dhe i falenderoj shumë donatorët e atëhershëm që kanë qenë, që s'ka pas kush që ka thonë jo, çfarë ka pas mundësi ka ndihmu. Lojtarët sigurisht që asnjë se ka pa, asnjëri prej tyre nuk ka qenë pjesë që ju ka interesuar tu nis për lojtarëve, dhe trajnerëve dhe të gjithë organeve të klubit, gjithmonë të gjithë pothuajse kanë qenë vullnetar,
E sidomos atyne që i kanë lëshu arat e tyne livadhat me bo stadione se ka qenë edhe rrezikshme e punë, për shembull se i vetmi ai ka qenë me emën ku sepse na kena mujt me ikë në herë. Po, ku lutoj audit. Por udit ku lutoj edhe audit e kujt është ai vend. Kështu që unë e vlerësoj shumë atë periudhë edhe e shoh si unike në këtë botën edhe sot kur e kam thonë në për UEFA që e shpjegoj dhe them nuk është e pabesueshme për ta. Qysh keni mujt me qëndru për 10 vjetë tona dhe po kjo ka ndiku shumë që na shumë ma let me konë të organizuar për pranimin dhe parapranim sepse kemi pas një strukturë gati pikrisht fal kësaj pjese prandaj unë e vlerësoj shumë edhe njerëz të cilët kanë kontribuar atëherë domethënë pothuajse i kam shumicën e tyre që ka pas mundësi federata mi pas ofër në secilën formë të ndryshme që ka mundësi dhe në secilën në një formë të vetë. Kur dhe menoj shumë 26 vjetë krye Kosovës, a keni shënime so pare keni dhonë për klubin? Tani klubi le shifrën milion. Tani me thonë drejten, unë me pjo thomë këtu publikisht ja kom bo halalat punë për shembull. Sa do që kanë qenë, po logariti për shembull 26 vjetë veç ka një euro në ditët me qenë, sot ditë janë edhe sheni rezultat, do më thonë edhe pse. Atëherë, do më thonë, edhe atëherë kanë qenë kur kërkesat pothuajse të njëjta. Sidomos mas lufte janë konë pagat shumë të mira. Gjithsesi po. Gati se sot janë. Gjithsesi ja kemi dalë, edhe po them nuk du mi menu në i herë, domethënë që e kom bo një send të tillë se çfarë që kom bo me dëshirë, me pasion dhe mu ka dokt klubi që prej riformimit domethënë që e kemi reformu në vitin 1992. Në vitin 1992 më ka lind djali dhe i kom pas të dy të përdore. Si klubin edhe si djalin që ashtu i kom trajtu, pothuajse gati që ashtu i kom trajtu. Pavarësisht që normalisht normal. Djali dhe e du ma shumë të mbot, po edhe klubin e kom pas të pandash. Jetë në kryet pjesë e futbollit tamam pe pavarësimit. Prej pavarësimit të futbollit. Cilat kanë qenë ato sfidat më të mëdha gjatë kësaj periudhe? Prej pavarësimit të futbollit je pjesë e federatës. Edhe çka ju mbon të lidhëm për futbollin kaq shumë, domethënë prej fëmijë, futboll, pastaj pjesa organizative, që është pjesa më e vështirë e luftës, që tham, tani edhe e lirisë. Ka shumë çka që mbon lidhun, nuk e di fillimisht pasioni, dëshira, domethënë, po e kom pa edhe të nevojshme të arsyeshme për shembull se në atë kohë si futbollist kemi mujt edhe me pas përkundër që kanë qenë kushtet e mira, kemi pas vujtje kogja për futbollin, sepse e dini se gjithmonë ka qenë një strategji atyre që ne kam bo strategjinë e përgjithshme, edhe në futboll edhe ka pas kogja shumë probleme të tilla, manej ke mujt mos me shku, ka shumë talent, do të thonë që kanë psu edhe nuk kanë mujt me shku për shkak të rregullave dhe të spostimit tyne, ose klubet tona për shembull nuk ka pas klub më i pasur se Trepça në atë kohë, që ka qenë një Enis Përsheva fantastik njëri, cili e ka udhëheq atër Trepçën dhe ka financu në kuadër të kombinatit Trepça një drejtori tyne dhe drejtorët e tjerë dhe njerëz të tjerë. Imagjinoti një vit edhe ka dalë për ligë Trepça. Kjo nuk ka ndodhur që s'ka pas Trepça mundësi me bëf ekip ose që s'ka pas ekip, po ka pas strategji. Se e kanë pas çështë. Mos ka mujt mu rikthy. Dhe jo që s'ka pas ekip, ose për shembull Prishtina, me zi që ka hy, do më thonë, ligë dhe... Sa herë u afru? U majtë dhe gjithmonë me atë ndjenjen, do më thonë, e shpëtimit nga liga, çdo vit të e apru punën, do më thonë, sepse kuptohet, edhe arbitrat, edhe strategjia dhe krejtësime, ose ekipe tjera ka pas ekipe fantastike që kanë provu me i Ligë 2, që ka qenë për shembull Ligë 2 ish Jugosllavisë atëherë, Keko i Sodit që ka qenë për një sezon dhe ka dalë, Vllaznimi ka dalë, ka hyrë sa herë, Budućnosti Titogradit, Liria, ekipe fantastike deri në kohën e fundit, për shembull Rami Sadiku një kujtoft në finale që ka qenë për shkumjen u shlut në stadionin e qytetit Prishtinës, Fadil Vokrit sotshëm. Rami Sadiku ka qenë pak ekip multietnik, nëse flamurtari ka qenë dihet kur themelu dhe si u themelu dhe ngjyrat e tij dhe ka shku Rami Sadiku, po sigurisht që nuk ka mujt me qëndru ma shumë se një vit. Dhe kur të shes strategjinë as një ekip nuk ka mujt mu stabilizu, për shembull në ekipin
në ligën e dytë, ose edhe në ligën e parë përveç Prishtinës që 100 makinacione në bo, ndoshta edhe politika atëherë për me mujt me ecë me qëndru, ose ka qenë për shembull është dashur me qenë 2 herë më mirë se klubi tjetër për me mujt me ekzistu, siç ka ndodhur për shembull te bokserat, që u dashur me qenë vetëm me fitu gjithë vetëm me nokaut, që mos më mujt me ndajt kohë për dyshe, se me pikë gjithë me dal fitues. Pra që kjo më ka mojt mu, që kjo mlefi më ka mojt mu, domethënë në ASE dhe sidomos kur ka qenë pjesa e pavarësimit të futbollit, ka qenë Agim Bytyshi në njëri jashtëzakonshëm që e ka marrë guximin me pavarësu futbollin, me marrë përsipër dhe është majt, na kemi menu që ka me ndodhë ku me ditë qka dhe sigurisht kemi menu që edhe kanë me burgos policia, edhe pse ka fillu pak ma vonë represionin, sepse në atë kohë organet shtetënore dhe strategjia sërbe ka qenë në politikë dhe në organizatat e ndryshme njerëz të cilët kanë udhëheq popullin e sene, dhe këto kanë konsideru pak si dytësore. Jo vetëm dytësore, po s'është kur gjose, s'kan qa bojnë. Në porarë dhe asë një gjose është, domethënë, po thuj se si në marrë shumë e ta. Nga koha e pavarësimit në pjesën e rezistencës ka ndodhë me ardhin Recep Abdullavit, kryetar. Një patriot, një kryetari një partia Ndeshe, që jemi shku i kemi propozu unë dhe Recep Bahulli. Në atë kohë kemi bisedu edhe me Bilbil Sokolin, sepse ka qenë trener në dy korrik. Dhe kemi kemi shku në shtëpi unë edhe Recep Bahulli dhe kemi lutë për me ardhë, ai hezitoj, tha se Recep Abdullahi për kurse din ka qenë futbollisti Beslidës, në atë kohë, edhe më vonë edhe treneri Beslidës, një Prishtinali, por një patriot i burgosën politik, dhe hezitoj pak, po i tham, s'kom kohë, ju e din që jam parti, thashe di që jem parti, po ka nevojë futbolli, edhe besoj që kështë bo mirë me ardhë, thash, bile ramet pas, se është në atë jetë, thash, pak mos të me mashtro, ose rajta, i thash, a mund është me ardhë vesh njëherë, vesh njëherë muj me ardhë, thash, na ti krymë krejt, a tha njëherë muj të vi. Jo njëherë mujtë. Zdo ditë tani. Po zdo ditë, sigur tash se bëj punën, zdo ditë, orar të lot punës, e la partin zavencit ti, e boni kryetar, e la partin vetë normalisht si kryetari partisë, dhe dul do me thonë në kryesi e sane, dhe filloj më morë të në kohën. Atëherë kanë ndodhë represionin dhe kanë fillu shumë, prandaj e quj periudha e rezistencës. Dhe atëherë kemi bo këgja shumë punë me to dhe kam disa kujtime për shembull me Recep Abdullahin që një rast kur kanë ardhur për shembull e mojshëm një kuvend në fshatin Llukare, dini, fshatin Prishtinës, në sallën e shkollës së Llukarit dhe kanë ardhur policia, u çu Recep Abdullahi tha asni mos lëvizni, ju tha aty unë jam shefi këtu, unë e kam bo këtë punë, tha hajde me ne, tha po vi me ju, neve na tha vazhdoni dhe kemi vazhdu kuvendin. Ka shku një pjesë kjo shumë e rëndësishme, edhe pjesa tjetër që më kujtohet edhe është e rëndësishme për mu është për 28 nëntor, kur në varrimin e mësuesit Gecit, atëherë kur u paraqitu që këja për herë të parë, në atë varrim na ishëm të e bon ndeshjen kombëtarja e Kosovës me kombëtaren olimpike që ishëm të Kosovës, dhe më thonë që i bon dy për me bonin ndeshje me shenu festën 28 në stadionin flamërtare dhe më tha, gjima shkojme, thanë vërre, thash shkojme, Bacareq. I kemi hyp kjerët, une të e vozit, bashkaresht unaj dhe kemi shku në varrim, kur i kemi pa, kur kanë dalë, kur i ka pa Bacareq, tha, tu këthy, se aroj këto fjallë, tha, që tash edhe me vdek, tha. E dim që ka diku që na del zot. Kështu që kjo ka qenë ëndra ime, tha, dhe kështu kanë qenë momente të jashtëzakonshme. Pastaj kam qenë me periudhën e Sabri Ashani. Bashkë me to kam qenë në kryetari i parë, i zgjedhur, edhe faktikisht ajo ka qenë periudha e ekzistencës. Me nxit që kemi ekzistu edhe si federat, po edhe si futboll, se u bo një kohë gjatë dhe u bo barë futbolli për gjithë. Edhe realisht kemi bo qa kemi bo, po kemi shku, domethënë për qatë vite sa kemi shku, kemi ecë koxha mirë dhe kemi majt kontinuitetin deri të kom vazhdu, domethënë mas Sabriut me
kohën e që quajmë në ndërkombëtarizimit me Fadil Vogrin. Kur ka ardhur Fadil Vogri, kam qenë aty poshtë në kryetar, unë i kam udhëhec edhe kuvendin në procedurat zgjedhore dhe të gjitha me rregullore si takon domethënë pas tërheqjes së sa Që kujton atë kohën e Budapestit. Edhe kemi ardhur në kohën me Fadil Vogrin, kemi punuar shumë, domethënë Fadil Vogri ka qenë emrin që është, domethënë ja kemi përdorur emrin kudo nëpër sidomos në çdo territorit ku është njoft mas shumë të emni ti nëpër Ballkanin e për shto, kemi kriju domethënë marrëdhënie të mira me Shqipërinë, gjithashtu kemi pasi në disa takime kemi shkuar nëpërmes Shqipërisë, ndoshta kemi hinë edhe nëpër event ose takime të UEFA si ka pas si pjesë e delegacionit Federatës Shqiptare që na kanë futur si pjesë e tyre që kemi mujt pastaj me lobu në nejat e pas takimit ose pas kongresit, cili ka qenë pas eventit, në për tavolina kemi shku me disa doracak, me disa punë që kemi bo, kemi folë pothuajse me të gjithë, njerëz që kemi mujt me folë me to me lobu dhe realisht e kemi bo një punë të madhe të lobimit pa dallu asnjë njeri, kjo adresohet normalisht gjithmonë kryetarit, po pa dallim të asnjë njeriu që ka qenë atë kohë, secili ka qenë i gatshëm, cilë ndo detyrë më ia dhon më marr. Ajo është e paharrueshme dhe është një kthes për futbollin ton, realisht pothuajse për futboll është si pavarësia e Kosovës. Është dita më e lumtur jot jam futboll. Realisht është dita më e lumtur jam në futboll Budapesti, sepse është për mua ka qenë domethënë çat gjatë që kam qenë në futboll, domethënë në gjitha peripecit që ka pas futbolli i Kosovës. Dhe gjitha mundimet që i kemi pas jo vetëm unë, po si shoqëri edhe si komunitet i futbollit, edhe kur e shoh domethënë gjithat kontribut që u bë, edhe më ka do këta ditë sikur kur u votu me një vot më shumë, më ka do këta ditë sikur mi hiq një barë nuk e di as vet. Ka pas shumë lutësimi se kam qenë në Budapest. E lehtësisë, emocionin nuk muj me i përshkru asnjëherë ato sene, sepse edhe kam drejt, më thon publikisht këtu edhe më thon me plot drejt që faktikisht jam pionirëve, domethënë të këtyre ngjarjeve të futbollit, se ish qarum pothuajse gradualisht në për secilën pjesë ku marr, në për secilën gjë që ka qenë për futbollin ku marr pjesë dhe kam pjesëmarrës, në cilën do funksion që jem kon, por jem kon aty. Domethënë gjithmonë me vetë dëshirë, me plot dëshirë dhe asnjëherë nuk i bi peshman rrugën që e kam bë për futbollin, se ja ka vlet, e kanë merituar, e meriton Kosova, gjithë ta talent, gjithë ta njerëz të futbollit e meritojnë atë punë dhe që thojnë me kënaqësi të madhe, ju them edhe pse edhe sot jam volontër, gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës futboll, realisht më thonë që ja kom falë dhe ja kom bë halal gjithë munimin e gjithë gjonët e mia që i kom bë për futboll. Tash si kryetar, u bën disa vjet, cilat janë vendimet më të vështira për më marr? Futbolli është i paparashikueshëm dhe të vjen ndonjëherë në vendim i papritur nëse i paplanifikuar. Çato janë vendimet më të vështira. Dikush thotë atë hak e merr hop, shkoj edhe jo, është një gjë që se planifikon, po del domethënë është shumë vendim i vështirë. Zhgënimi edhe vendime për çato zhgënime janë vendime të vështira, jo që është vendim i vështirë mi marr. Po është vendim që thonë i pa imagjinuar dhe i pa bazuar kërkon për që e merr për një njeri, domethënë që e largon ose për një ngjarje për shembull që duhesh mi marr për shembull në Federatë Futbollit, një klub mi largu ose diçka që asnjëherë me qef, por zhgënjim të madh ki për shembull ndoshta që ndodhin gjëra në futboll, ndodhin pabesit, ndodhin gjithçka ndodh, domethënë rrugës nuk e di pse faktikisht, po kur hyp gjithmonë në maja, sidomos në futboll, unë e kuptoj nëpër politika, nëpër ndryshe, e kuptoj postën, e kuptoj gjitha. Po që nuk zgjidhet asnjë mjet, e nuk lehet asnjë mjet pa përdor, e asnjë gjë pa përdor për një post të tillë, nuk e kam menuar një herë, bile shpeshherë kum pyet shokët e mi, kum thirr hajde në zyre. Thumna jo, a mos kum ndryshuar në isë vëlla. Se është pa mundshme për shkak me dikon që
20 vjet je mirë, 30 vjet je mirë, nesër me një fjalë që thotë jo kështu, jo ashtu për këtë punë për shembull. Nuk tjetërsohet njëri në moshat tona. Tjetërsohesh për shembull nëse je i ri, se 18 vjeçar ke qenë diçka dhe të ka ardhur, unë shumë lehtë i kuptoj njerëz për shembull të ri tash si futbollista, si çdo profesion, po sidomos kur jem të futbollista që e merr një kontratë mirë, një formë të mirë, shkon në klub të mirë dhe mundet pak me, okay, është krejt në rregull. Jon vitet, jon kohë që njëri kënaqet me diçka që ka pas ëndër ose që e ka pas në mendje, po se ka menuar që e bën edhe tash e bën për shembull me një kërë të mirë, me një diçka për shembull, me një ku e diu në banesë në shtëpi. Me një diçka domethënë që ato e kënaqen secili ka pjesë të veta, po sinqerisht me njerëz të domethënë të profilit ton që i din gjanat, të arsimum, të e kalu jetën me ardheri te kjo gjendje për shkakun kanë herë që vihet është e pa besueshme, edhe e pa kuptueshme, që to vendime kur mirën domethënë janë të ose përjashtimi ndonjë klubi ose ndonjë lojtari ose ndonjë referi ose ndonjë. Këto janë vendimet që unë nuk kam qef me i bë asnjë njeri të keq. Hiç bash. Okay. Kosova ka pas 5 trajnera deri tash. Prej pranimit. Prej 2016. Albert Bonjaku, Bernard Çallandes, Primož Glija, Allan Xhires dhe Franco Foda. Cili ka qenë trajneri ose është trajneri më i paguar të Kosovës? Për këta të gjithë kam respekt. Glija ka qenë një kohë, ka qenë zaventësues, po e shtim në rrollën se për të gjithë kam respekt të gjithë i përkohshëm, secili e ka pjesën e vet, secili e ka kontributin e vet edhe dështimin e vet normalisht. S'kishin shku, po normalisht trajneri më i paguar është Foda. Se të gjithë tjerë përpara. Po gjithmonë unë kontratat i kam bë shumë të hapëna me secilin trajner që unë e kam fol, sepse Shallandi ka ardhur në kohën kur ka qenë Indjeri Vokri. Ka vazhdu edhe me mua, edhe këta tjerë kanë qenë me mua. Po me secilin e bëj shumë hapur, unë gjithmonë e bëj me një pak domethënë të arsyeshme, po benefite japi në rast kualifikimi. Nëse unë i rrezikoj domethënë çikaç mjetet të federatës, atëherë edhe ti rrezikoj tuat vetanake edhe po him po dalëm në çit rrezikim. Kjo është Foda njeriu më i paguar në Kosovë? Se di, s'kisha thonë, nuk e di pjesë tjera, po muj me thonë që njeri më i paguar prej trajnerëve është Kosovë. Po, prej trajnerit sigurisht. Trajneri më i paguar po deri tash. Okej. Nalmi të kjo edicion i Ligës të Kombëve, realisht këto dy ndeshjet me Rumanin e para edhe të krejt bisedat, të thëmë, kina lujtë shumë mirë dhe kina pranu gol, pastaj 1-0 e penalti janë pjesën e dytë në fillim. Ndeshjet tjera, realisht ekipi Fodës kallëzoj që është gati dhe lujti shumë mirë, shumë të në raso, sidomos ndeshjen e fundit me Rumanin, sipas gjykimit tem është ndeshja më e mirë që kena lujti jashtë fushën e herë. Do thonë me dominu një ekip që vjen për kampionatit evropian, në atë mënyrë veç golla mungoj. Po se vlerëson këtë edicion të si kryetar të Ligës Kombëve? Tani, nëse e shohim kështu, gjithmonë dëshira është edhe parashikimit se është fakt. Na kanë herë flasim domethënë në bazë të analizave që i bëjnë, sepse kur ndohen grupet në UEFA kanë një ekip domethënë ekspert që e dini kur sillet rreth UEFA-s dhe FIFA-s për kampionatet e tyre, dhe ata vlerësojnë. Edhe dhon mendime kush mundet me kalu në bazë të domethënë gjendjes faktike që ka ajo kombëtare. Mbas lojtarëve që i ka në bazë të forcës, në bazë gjithë lojtarëve domethënë ku luajnë, si luajnë. Edhe në kampionatin evropian, po edhe tash në këtë pjesën, pavarësisht Rumanisë që ka qenë atje, prap neve na kanë lënë si favoriti i kësaj grupe, duke u bazuar domethënë në kvalitetin e lojtarëve tonë. Në futboll asnjëherë kur gjë nuk është 100% e garantume. Edhe e garantume, edhe prap është kjo, domethënë prandaj është futbolli interesant, prap vlen kjo fjala që thuhet jo gjithherë fiton më i miri. Gjë që na ka ndodhur neve me Rumani.
Nuk e di se çka ka ndodhur dhe nuk e kemi një analizë të tillë, domethënë kur thuhet që kemi luajtur, edhe është vërtet, kemi luajtur derisa kemi marrë gollën, po si u transformuam pas gollës nuk e di. Ndoshta Mlefi, unë e menoj edhe këto, Mlefi që ka qenë para lojës më parshme që kemi luajtur. Dëshira e madhe për fitore. Që tonë është ta kanë bo që... Tarzan edhe strategjin tani. Që na e kemi pas pak ndoshta një dështim në ndeshje. Se kemi qenë ndoshta pak më shumë euforik. Përgjithësi si dështim. Nëse nuk e fitojmë play-offin, so menoj që me fitu play-offin jena. Nuk më thon dështim, do më thon tash jemi në play-off, okay. E kemi bërë një ekip fantastike, dallimin sigurisht mundemi pa tash për punën e Fodës. Ma mërmenja që e keni dallu edhe jo, po dallimi dihet, do më thon se ti ki sot përpara për shembull nuk e pas zavendësim për disa lojtar, tash e ki zavendësimin ashta s'po them në 100%, po. Jo, na i nxjerrëm statistikat 28 lojtar kanë luajtur dhe patën minutat kënaqshëm gati shumica tyne. Fiks edhe ka shumë futbollistë domethënë që po më gëzon fakti që liga po shtendrit dhe ka këtu edhe dështim nuk e quaj se mas pari për shembull dihet që për herë të parë Kosova e ka një numër deshifror. Po, në renditjen e FIFA-s në të nëndë që morëm lajmë. Që është lajmi mirë dhe shumë pozitiv, do më thonë është dhe besoj që nëse hini statistika, për që ka kompeticione so ka lujt një komtare, asë njëna prej tyne nuk ka mujt me arrit që ka. Jemi ngritur realisht poj se ishim pozita mrena 8 viteve. Pra, nëse është ashtu e shumë që na kena jetë me hapa, do më thonë shumë të mirë dhe shumë të sigurt, pavarësisht që nuk kemi pas një kvalifikim edhe pse kvalifikimin e dojmë krejt, e dojmë gjithë, po në futboll nuk ka të ngutësh, do më thonë, na mujna me thonë, hajde kena mu bo forcë, me ndërtu një ndërtes, si kinez që e ka ndërtu, mi afru kinezve me ndërtu me fuqi, po futboll është ke diska tjetër, nuk vjen sa jo. Pozitin e 99, randisën e FIFA-s, pas 2 vjete, ose në vitin 2026. Ku mendon se do të jetë Kosova? Në vitin 2026 në fillimisht jam i koncentruar që të ndeshen me Islandën dhe në play-off dhe uroj dhe besoj shumë që do ta kalojmë play-offin. Besoj, gjë që kur thon besoj në kvalitetin e lojtarëve, uroj që mos të kenë asnjë lëndim edhe asnjë të dënuar me kartona, sepse realisht nëse shohim ku luajnë futbollistët tonë dhe çmimin e kombëtarës tonë, është normale që e pretë në rezultat, jem favorit edhe gjithkusht të vlerëson atje. Po tani vlerësimi edhe me gjendjen faktike mujnë edhe me dallu, po nuk duhet na më zhgëny ashtu për shkak të djemve tonë se na çta i kem, çta kontare kem. Edhe nuk besoj që është një lojtar që nuk don me pa veten ose po pra, ose mi pas mushenun histori në analet e futbollit Kosovës që kjo është ekipi, këta janë lojtarë që kualifikuan Kosovën. To do të pas të qartë, dhe asnjë njeri që punon aty, domethënë se secilit i adresohet suksesi. Tu nis prej aty në deri te unë, domethënë. Kështu që s'ka kush që nuk punon për këtë drejtim. Edhe që s'ka çef më bë. Gjë që besoj që edhe çdo shqiptar, çdo kosovar i gëzohet kësaj këtyre rezultateve që mundin pas. Pra, nëse shkojnë kështu që po e menojmë gjërat, unë shoh se më varet edhe prej shortit, sigurisht që prej shumë faktore, po na objektive kemi tash kampionatin botëror dhe do të mundohemi me çdo kusht pas kalimit në grupën B. Shortin dhjetor dhe me pa veten ku jemi, cilën grup dhe më mundu dhe pse është e vështirë, kampionat botëror është shumë më vështirë se në Evropian. Po kur si dihet edhe në momentet edhe formës. Objektivi jonë është që kjo se, po thëmë, na i lypëm rezultatet konform rezultatet që lojtarët tonë për i bojnë për ekipet e veta. Gjendjes tyne aktuale, dhe nëse shohim dhe më dhënë që ki futbolist në Premier League, Serie A, La Ligue, Bundesliga, në ligat më kryesore i ki titular në për koxa klubet mira, ose si s'muj me thonë për Ramonin në kampionin e Italis, edhe Ara Muricin që e qetë për shembull ekipin pej Championshipit në Premier League, dhe me thonë me kontributin e tyne, ose tash për shembull Don Zhegrova që ekipin e vetë e mon
edhe me kontributin e tij, domethënë në garë në Ligë Kampionëve, me gjithë ato pika dhe shpallës futbolliste më mirë në ndeshje me Realin, ku nyhet mega yjet botnore. E këtë shpallë, domethënë e din çfarë, ose edhe gjithë të tjerë, domethënë Paj Rashica për shembull në vendin e vet, Muriçi në vendin e vet. Tani këta tri që janë fantastik. Fesnik Aslani, Rezbeçaj, të gjithë këta që kanë ardhur. Amir Shaibi, po. Paraqitje fantastike, i pat edhe notat e tyre, domethënë është na sigurisht shqiptar, domethënë një komplet ekip me vlerësumit më të mirë domethënë për vendet e tyre, prandaj na unë e njoh këtë punë për shembull, ja njoh drejtën edhe publikës si revoltohet kanë herë kur s'ka rezultate sane, sepse e dojmë rezultatin e vëlla. Edhe ne na duhet një rezultat për shembull mi promovu dhe më shumë futbollin në arenën ndërkombëtare në botë, sidomos në kampionatin botnor, dhe sigurisht kur e them këto, unë e kam thënë gjithë dhe them kombëtarja është e gjithëve, pavarësisht se unë jam kryetari i federatës, po kombëtari ju dhëhet drejt secilit, edhe atij tifozit, edhe shikuesit më të ri, edhe jam i gatshëm gjithmonë me dal përballë, me u fol, me ndëgju, me këshillat, kërkesat, dëshirat e tyne, kritikat e tyne, po gjithsesi, sepse kombëtari është e gjithëve dhe është e shajt, sidomos kombëtarja jonë, sepse ka shumë pesh dhe peshon shumë rënë fanella e Kosovës. President, po kthehemi te ndeshja me Rumaninë. Ajo ndërprerje çka ndodhi masaksisht poshtë. Vendimin edhe ajo ndërprerje ndodhi mbushja e kupës. Edhe një herë domethënë se ka pas shumë dileme, shumë askush s'u din, domethënë na muj me fol këtu. Në këtë rast jem çadush për secilin, askush nuk e din pas janë poshtë, pas janë në fushë, pas janë atë presion, pas janë në të gjitha ato pjesë, domethënë që soheru ofru dikush për shembull një lojtar më marr një top ose diçka, ato fyrje, sharje, kosane, domethënë dhe ngarkohet njëri, domethënë edhe normalisht që ishte momenti që u bë, kjo që u futën mrena dhe gjithsesi nuk ka pas kuptim dalje më. Edhe u vendos ashtu një vendimi përbashkë që nuk mos me dalë me lujtë edhe thjesht po dojna mi kriju një standard. Standardi është që këto gjona duhet një herë për gjithmonë mu nalë, edhe pse nuk e dim kur nalën e qysh nalën, por mu trajtu si fyrje, sharje, si thoni raciste që të jenë të dënueshme çdo herë, kudo që në një stadion brohoritet ose del një pankartë të tillë, ose një flamuri tillë që po e shohëm, domethënë dhe ka marrë havë kjo në për këto pjesë na ndodh edhe në Çipër. Në për të gjitha ndeshjet, jo vetëm neve, po kudo në ndeshje tjetër për shembull si po bëhet. Mbrëm ndodhi të njëjtin stadion, ndeshja Steaua me Olympiakosin, pankarta e njëjtë. Po, kështu që ose në Çeki. Po, kështu që janë këto gjëra që po dojmë kriju në që po mundohemi që UEFA dhe FIFA me kriju një standard të tillë që për Kosovën kjo, domethënë kur ne jemi anëtar të barabartë në UEFA në FIFA në futboll, jemi shtet i pranuar edhe ndërkombëtarisht në UEFA jemi anëtar të barabartë me të gjitha drejtat sikur çdo federat tjetër. Prandaj mu respektu himna, flamuri, shtetësia, kombëtarja dhe mos me pas gjonat e tilla, menoj që këtë jemi tu e kërku tash se bënët bindu që kjo që ka ndodhë, besoj që kishme ndodhë me qenë me një rezultat tjetër, me thonë të fitores ose diska tjetër, sepse rezultati barës ka qenë, me thonë, edhe është unë i falenderoj dhe i përgëzoj djemë që kjo ka qenë ndeshja ma e mire mundshme, që e kanë lujtë dhe e kanë dhonë 100% dhe thjesht kanë kriju një lojtë të tillë që leksion ju kanë dhënë domethënë të gjithëve aty dhe ndoshta edhe ajo pjesë domethënë ka qenë mlefi tyne që nuk kanë mujt me bë asnjë rezultat, asnjë lojtë të paktën. Po. Dhe sigurisht aty ka qenë presioni edhe i futbollistëve mbrana të futbollistëve tonë që ka ndodhur kjo domethënë që ka marrë atë vendimin e domosdoshëm, vendimin e arsyeshëm, domethënë veprimin e domosdoshëm dhe të arsyeshëm që e vërtetoj me një vendim të dënimit edhe UEFA të ke fundit.
i dha fituarën në Romanisë, po tani Kosova do të drejtoj ankesë në kas. Po, sigurisht ne jemi të përgatit, kemi afatin deri të Hanën, me dorëzu, të Hanën do të më dorëzu ankesa, e jonë sigurisht si kësaj ankese ju ka bashkangjitë një ankesë sa kom dëgjuar Suedia për arsye të veta normalisht, po që domethënë kjo e person edhe më shumë domethënë pjesën sepse edhe ata sigurisht i kanë thënë disa pjesë që e kanë pa që nuk ka parregullsi ose nuk ka qenë rregull. Na do të vazhdojmë, na nuk nalemi, domethënë drejtën tonë e kërkojmë edhe të shohim çfarë vendimi merr kasi. Na duhet më pajtu edhe me vendimin që e marrim, por asnjëherë nuk pajtohemi me veprimet. Po, vendimet e UEFA-s e FIFA-s sigurisht që jemi antar dhe në çat moment që bëjmë një ankesë, edhe të përgjigjen në ankesë duhet mi pranuar vendim, edhe nëse nuk të pëlqen, është i pranueshëm vendimi, por asnjëherë veprime që bëhen. Këto veprime asnjëherë nuk i miratojmë, asnjëherë nuk i lëm të kota, asnjëherë nuk i lëm të pashënuara, dhe tash aq është mundësia jonë me të gjitha mundësitë tona që i kemi, do ta mbrojmë shtetin, do ta mbrojmë shtetësinë, do ta mbrojmë këtë fanellë që thash peshon rën për shumë fakte, sepse si ka ardhur kjo fanellë më bë një kombëtar dhe një shtet i tillë, na e dim të gjithë, dhe koxha borçe edhe koxha peshko kjo fanellë në raport me njerëz, me shtetin, me dëshmorët, me familjet e tyre, me ish futbollistat e tjerë, me gjithë. Nëse marrëm një analizë të në përgjithësi, sa i kënaqur me Franco Foden, edhe cili lojtar ju ka bërë përshtypje në këtë edicion të Ligës së Kombeve? Po, jemi të kënaqur, domethënë jashtëzakonisht jemi të kënaqur me Franco Foden sepse ka krijuar një standard, domethënë shihet kjo. Ka barazu lojtar dhe tash mund të them që i kemi 27 lojtar që kanë luajtur, i kemi që mund të luajnë domethënë në përkombëtare. Nuk po e them që të barabartë se s'ka asnjëherë të barabartë, po të parafort janë dhe të nivelit reprezentativ dhe kombëtar janë. Lojtar domethënë janë kon stabil, që dihet Muriçi domethënë që është pjesa gjigante domethënë e një sulmuesit dy Muriçat. Sidomos edhe Aro domethënë Ramoni dihet që është stabil, jashtëzakonisht stabil gjithmonë, si gjithmonë domethënë është në atë pjesën. Më vjen mirë që kemi fituar një lojtar, një futbollist jashtëzakonisht mirë, Delovën, që nuk ka dash në atë vend. Është inkorporu, domethënë shumë mirë Rezbeqa, i cili është përfol shumë që ka qenë ka pas me shku në Gjermani dhe është e vërtet e sane, por e ka pranu në momentin që se duhet mi adhon ta mund drejt që sheka jo mi linqu kanë herë, ata që duhet mi linqu, ata edhe që e meritojnë edhe duhet, po e thjesht ky si familje kam pritë se në punë dy shtetësisë. Po, punë dy shtetësisë në vendin e tij nuk ju ka leju dhe ligji i cili u bë, ne na favorizoi dhe erdh. Fisnik Aslani një e ardhme fantastike bashkë me Bujupin, dy sulmues të jashtëzakonshëm, por muj me thonë që përshtypje më shumë t'i kalon me të gjithë karakterin e tij që është si një futbollist Edon Zhegrova, i cili realisht ka shpërthy këtë vit dhe është i pambajshëm dhe i paparashikueshëm thjesht. Tash e shohim Muriçin gjithë i ka 2 vjet ofër vetës, po Edoni ka 3 vjet ofër vetës. Dhe këto si duket Foda po e shfrytëzon me pjesën tjetër, në anën tjetër, më të lirë. Që rezultoi edhe me gollin e Ermalit që boni 2 golla Ermalit. Jo vetëm të Ermalit, po edhe të Jasharit në fundit, domethënë pikërisht ajo pjesë. Graho majt po shënon gola. Po. Kështu që është mirë, domethënë në këtë kohë çfarë yje, çfarë futbollista shkem dhe çfarë të ardhme kem. A është Edon Zhegrova lojtari më i mirë shqiptar pasi u çel një farë debati tani? Është goxha problem me vlerësu, më thonë kështu. A është Fadil Vokri kohës moderne? Po, Edon Zhegrova është lojtar i kohës të sotit. I kohës moderne të sotit, si që janë mega yjet në për gjitha venat, mund mi fut në rangun e tyre. Tani, për sa i përket shqiptar, domethënë shqiptarë e përfshin një gjithë shqiptar, domethënë ka pas futbollista kohë pas kohë, gjenerat pas gjenerate që i kanë pas specifikat e veta
dhe secili ka pas vlerësimin e vet, secili ka pas peshën e vet. Është koza problem, domethënë me një emën i përvetshëm, për shembull, cili do funksion ta kesh si unë, duhet më bëni një pjesë, një grup analistësh, për shembull, nëse duhet kjo me shpall dhe me pa, domethënë sepse është kozgjatja, është periudha, është shumë faktorë janë për mi përcaktu, domethënë një futbollistin më të mirë, domethënë se nëse dikush kishte qenë këtë kohë, që ka qenë në kohët më hershme, ndoshta kish me qenë fenomen në kësaj kohe. Kësaj kohe sigurisht. Po ndoshta edhe s'kish mujt mu kyçi këtë kohë se mu dokt hiç. Po. Edhe ndoshta ky i kohës sotit për shembull e kish pas shumë vështirë që është yll, për shembull e kish pas në atë kohë. Secili e ka vlerën e vet dhe thjesht është mirë që kemi Ka shumë lojtarë që mujna me kemi një numër se nëse shohim kështu për shembull Gjermania i ka një 56.000 60.000 yje. Mega yje, domethënë që kanë qenë edhe tash kur i ki 60.000 është problemi zgjedh më të mirën. Edhe të na kur i ki 20, 30, 50 se na as 100 kemi për shembull, ndoshta është më lehtë, po prapë është problem. Zhegrova është ofër ta bëj hapjen e madh në karrierë pasi forma e tij nuk do mu diskutu, e jashtëzakonshme. Ka shumë klube të mëdha që kanë shprehë interesim, Napoli, Milan, Juventus, Roma, Manchester. Besa ka pas lajme edhe për Real Madrid e Barcelona. Si president i Federatës Futbollit të Kosovës, ku i kishte propozuar Donit me vazhdu karrierën? Ku kishte pas shefa i me shko? Por mi tregu Doni veten, kvalitetin e tij të 100% unë mendoj që është La Liga, Spanja. Spanja i përshtatet e Don Zhegrovës se publiku spanjoll i don nëse mund ta quaj kështu atraksion ose fantazerat që bëjnë disa triblingje të paparashikueshme, më thonë gjithmonë ata të cilët kanë qenë të kalibrit të tillë të lojës për publikun kanë qenë në Spanjë. Messi, Ronaldinho dhe të gjithë tjerë. A ka potenciale Doni me luajtë për Real Madridin? Sipas mendimit tënd? Kisha pasë për Barcelonën. Po tash ai ka hyrë në këtë pjesën e grupit, domethënë të yjeve, që janë nëpër Evropë, po çuaj po them vetëm nëpër botë, po edhe nëpër Evropë, vetëm nëpër Evropë. Dhe sigurisht që nëse i përshtatet vendi ku ose e ka nevojën për një kalibër të tillë, për një profil të tillë, siç është e Doni, pse jo? Po thuaj se secila ekip e Donin e kishte dashur. Ma mërmendja që në çit kohë formën që ka secila ekip e don. Dhe jo vetëm për shembull te ki Ramonin që ka shumë kërkesa me shkupin Napoli. Sigurisht. E ki për shembull edhe lojtar të tjerë, për shembull, mos e Muricin që vazhdimisht e ka ftesën hapur për shembull për 2-3 kampionate ose për 2-3 klube sidomos. Murici e ka shprehë që do me përfundu aty karrierën. Po e ka shprehë dhe i ka hiq pak domethënë. Ose Rashica i cili për shembull i ka obligimet e sane se edhe Rashica është një super lojtar, pavarësisht që kanë herë nuk e ka formën, kanë herë ka dolendime që nuk janë të dukshme ose nuk i din publika domethënë. Sidomos sa keq ka pasur. Sa herë po sa herë ka lut pe dëshirës të madhe domethënë me dhimbje të pe dëshirës së sane, është një super lojtar. Edhe po i them këta domethënë pa i nënshmu, pa i shkalu të tjerët se këta janë produkti i futbollit tonë. I futbollit tonë, domethënë që kanë dalë talenta të jashtëzakonshëm, këta që i përmendëm, domethënë. Kur jemi te futbolli jon, kampionati si vjet po konsiderohet si më i mirë ose më shumë i luftuar, i baratë shumë. Si presidenti i FFK-s. Po domethënë janë disa parakushte për mi kriju një ligë më të fortë. Edhe çato ka ajo pjesa jone mundu me imbo, domethënë, rregullsinë e institucioneve tona, e grupit tonë, domethënë të federatës, si që në refer, delegat, vari, po mas shumëti, ose një fushë mirë, një stadion, po mas shumëti bën ajo pjesa e njerëzve të cilët e organizojnë klubin, e financojnë klubin, dhe thjesht e mojnë klubin. Ata janë ma meritorët. Unë jam shumë i lumtur që në futboll jam pothuajse të gjithë njerëzit, jo vetëm ata të cilët e dojnë futbollin, por edhe ata të cilët nuk kanë pas ndoshta lidhje me futbollin, por janë
biznesmen, kompani të ndryshme të cilët janë kyç, janë afru me futbollin dhe janë mishnu me futbollin dhe tani këto të gjitha e bojnë secili pjesën e vet, e mas shumti këta që më bdok një ligë, domethënë e këtij niveli, sepse vetë investimi tyne dhe mjetet se sa është mesatarja e një rroge për shembull dhe një pagë të një futbollistit e na është jashtëzakonisht e mirë dhe është më e mira në region, besoni. Po flasim çysh jemi më të ranguar. Shqipni Maqedoni, Malzi jena më mirë. Çysh jemi edhe të ranguar, domethënë më mirë se të gjithë këta si ligë. Po. Dhe thjesht e ka bot veten edhe për të menaxher të ndryshëm, sepse na e shohim tash e bë vatër për e talentëve dhe e bë pjesë sytë e gjithë herë në Kosovë. Po. Ka shumë futbollistri që kanë shumë kërkesa tash, pe shumë menaxherëve, pe shumë klubeve, është të ligës. Sigurisht. Është e habitshme që për shembull ka pe njerëzve për shembull që i kemi në Unës të ne, pe lojtarë që i kemi në Unës të ne, unë në 19 domethënë të Kosovës po flas. Normal. Që ka interesime të jashtëzakonshme. Ka jashtëzakonshme, po. Po e shohim janarin që ka më qenë shumë interesant për shembull për klubet e sana. Kjo është një e mirë për klube, është e mirë për futbollin, edhe ka ona ekonomike, po edhe ka ona profesionale. Unë kam shumë qef thjesht me mujt sa më shumë pa i nënçmu ose pa thonë që din ose s'din, po sa më shumë me i pas edhe trenera, domethënë trener sa më shumë e pas, domethënë Kosova, jo vetëm për futbollin e Kosovës, sepse po dihet kur e ka ngrit ligën ka snalt, klubet ka snalt, po duhet me shpërthyë edhe ndonjë trener, domethënë duhet me shku te menaxherëve, duhet me qenë edhe ka trener, sepse në çdo kushte, në çit format dhe po të bojnë për shembull ta ngrisin ligën në këtë nivel mas mirë të domosht merit edhe gjithë trenerëve që kanë punuar me këto klube. E kemi një gjenerat të trajnerave që janë në ardhje. Prandaj unë mund të them lirisht që këta menaxher të cilët shohin për lojtar duhet me pa edhe për një trener, edhe mi pa se unë jam shumë i bindur që trener ton i kanë bërë këta lojtar si futbollist, po i kanë bërë po ashtu si këta futbollistë po shkojnë dhe po pozicionohen shumë mirë në për klubet e tyre në Evropë, në gjitha vendet ku kanë shkuar. Mund edhe trajnerët. Mendoj që edhe trajnerët mund shumë, por veç do të më dhon mundësi dhe do të më dhon shanse edhe atyne. Jam shumë i lumtur me punën e tyre që e bojnë, sinqerisht. Kthehemi pak edhe te Liga e Parë, dhe Liga e Parë është shumë interesant këtë vit, në dy grupet po shihet rivalitet. Knej Drenica, Vllaznia, Superliga. Knej Prishtina, Revo, Shtreja, Dinamo, domethënë ka ekipe bajage të organizuara dhe me futbollista shumë të mirë. A u menu masi po kem ka shumë klube të organizuara me që Superliga më kthy 12 ekipe shkon ose me met, kështu që është me këtë rivalitet. Është shumë mirë që Liga e Parë ka ngritur ka arrit këtë stad. A di çfarë është e mira më e madhe? Që ai ekip i cili hyn në Superligë sigurisht që është konkurues dhe qëndron. Është gati, nuk është se vjen për shkak për një pjesë ose për një ligë që është shumë më e dobët. Po. U parafru. Vjen domethënë dhe edhe nuk mund stabilizohet në Superligë, domethënë ka klube që përpara më herët një sheshin edhe dilshin. Tash nuk është e tillë. Dallimi nuk ka i madh. Sepse Suare kanë Ferizojnë kem si vjet. Klubet janë jashtëzakonisht organizuara mirë dhe Liga e Parë e cila është e konsideroj gjithmonë boshti ose qendra e futbollit. Sepse i ngrit futbollist prej Liga e dyta, Ligës 21, i nxjerr në pa. Dhe furnizon Superligën me futbollist, domethënë që i përgatit të kalibrit të tillë. Kjo është mrekullia, kjo është fenomenale që ka ndodhur dhe që po ndodh. Domethënë kjo është e barabartë sikur ekipet U17, U19, U20, U21 që i përgatitin futbollist dhe i ngrisin për kombëtarën A. Dhe kjo gjë, domethënë neve na bën shumë të lumtur dhe na bën që gjithsesi me bën një jo kontroll, po në mbikëqyrje speciale për atë ligë që me mujt mi majt të tillë dhe mi ngrit gradualisht ashtu siç po ngritet, domethënë se po ngritet natyralisht dhe po ngritet jashtëzakonisht mirë. Po ngritet realshëm, nuk po ngritet vetëm sepse edhe projekti jon pas përfundimit si federat, domethënë të gjitha projektet që i ka federata që i kemi obligative, kampet, të gjitha çka kërkohet domethënë për një federate, për ekipet nacionale, edhe stabilizimi domethënë të federatës, objektivi jon
dhe prioriteti jonë, vitet e ardhshme, domethënë, është klubet. Dona me klube më marë me gjithë këtë financimin që e kemi pas, domethënë në për kampe të federatës së sane, do ta orientojmë nga klubet. Që t'ju krijojmë kushte, domethënë, në për stadione, siç e dini është projekt i ka më të shumë para viteve, para 3-4 viteve kemi cek dhe e kemi bë projektin, e kemi dorëzu, është edhe i pranuar, i aprovuar, na vjen vetë pjesa e infrastrukturës, për shembull bazike ose infrastruktura e Vrazhdit, ndërtimi i Vrazhdit, që me mujt me qitë edhe drita, me ju kriju kushte në për qytetet e veta, shikuesve të tyre që ndeshet më lujt në mramje të Superligës, që me mujt me i kriju edhe tyra nga shikues, po edhe me u bë një buxhet klubeve, do më thonë një buxhet të solid, që me mujt me qenë klubit pakten për një vit i sigurt, sepse ne na ka ndodhur pandemi, e kemi po këto dhe prandaj e kemi kriju një projekt të tillë, sepse në pandemi ka ndodhur për shkak që ose e keni krizë ekonomike, domethënë biznesit në shtet, dhe mos me mujt investitorët me investu, domethënë se tash shumica e klubeve janë shoqëni aksionare, që do të thotë është biznes, si me qenë biznes privat. Po edhe këto tjera, domethënë me komunat që lidhen, domethënë si OJC që janë, edhe këto kanë një status, domethënë të tillë që janë partner komuna bashkë me biznesmen me një hap, vetëm me një hap të arshëm, do mund kthehet në shoqëni aksionare që konsiderohet si biznes, domethënë edhe nëse ashtu konsiderohet që ajo është arritje në sport, arritje në futboll. Këty ne dona më munu bashkarisht me ta, me donatorët, me ministrinë, me komunat, gjithë faktorët dhe federata normalisht me ja u bë një buxhet solid, edhe ata, edhe na me ndihmu që mi pas, domethënë që të pakten edhe nëse i ikin disa donatorë ose e kanë pamundshëm domethënë donatorët me financu në nivelin që kanë financu, me pas atë buxhetin domethënë që klubi me qenë rahat, klubi me qenë mirë për një vit tashëm, mos me pas probleme të tilla, domethënë që me mujt me eskalu ose me mujt mos me pas stabilitet klubi, pikërisht për shkaqe ekonomike që është e natyrshme, po me pas sigurt për shembull gjithë edhe trajnerët, edhe lojtarët, edhe ekipi që punon në klub me koni sigurt paktën për një vjet për pagat e tyre dhe për shpenzimet e tyre. President, cila skuadër po të kënaqesh më shumë me futboll këtë edicion Superligë dhe cërt lojtar po ishe si potencial për po transferu jashtë vendit? Nga Superliga. Nga Superliga, kuptoj. Unë realisht ekipet janë pothuajse të ngjajshme, mos me thonë të njëjta, mos me thonë të njëjta, por e shohim me rezultat për shembull ose me lojën që e bën, me zhvillimin e lojës që e bën. Kohën e fundit e shoh që ka prosperuar, domethënë hiç këto nëse mund të quaj ekipet e mëdha, sepse që janë stabilizuar tash në kohë, janë stabilizuar në një kohë për shembull. Po, janë të luftuar për titull. Po janë për shembull Ballkani, Prishtina, Drita, Llapi, çto domethënë që janë kështu, edhe të tjera domethënë Malisheva më ka bë përshtypje. Në këtë kohë, po normalisht edhe Suareka që ka hyrë në ligën e sport, domethënë që është stabile. Është goxha stabile edhe organizim të mirë kanë. Janë një ekip, domethënë goxha e mirë Suarekës që mbo bashkë dhe janë të majtë klubin, edhe pse gjithmonë dihet që këto luhatje, domethënë pak në fillim janë normale. Janë normale, domethënë për një ekip, shumë mirë është me mujt më majt, domethënë ekip dhe atëherë krijon mas një viti, dy e krijon stabilitetin e plot. Lojtarët normalisht edhe aty e pa ata fjalën për shkak është Llapi Gashiani që mundet me shku shumë lehtë, është një pe lojtarëve shumë interesant, është Bruti. Hazrulla i dihet, domethënë që ai ka pas edhe ka mujt me shku edhe më herët, domethënë po nuk e di cila është arsye që s'ka shku, ne kom prit që Hazrulla i dashur me shku vitin e kaluar, ose që sezon të jetë në një klub tjetër. Tash nuk e shoh me synin e menaxherëve, se ata e shohin më mirë, është një Berisha i Dugaxhinit që është ka kërkesa e Korani
ka kërkesa Po zbulimi i këtij edicioni zbulimi, po, i këtij edicioni është e vërtetë dhe ka kërkesa, e di shumë mirë që ka shumë kërkesa. Këta janë disa lojtarë, domethënë Galopeni është të shku mirë, domethënë që neve na e shohim si potencial që mundet me interesant, shumë lojtar i mirë. I majt interesant. Është edhe ky lojtari në Prishtinë me numër 5 Drilon Islami, që është një shumë lojtar interesant edhe për mua, domethënë është ka lojtar domethënë te prapë edhe te Ballkani. A Moldovën e kena pjesë punëtores. Unë jam idhtar, domethënë edhe pse kanë të drejtën me marr ka 8 lojtar, për shkak unë jam idhtar i kësaj që me marr sa më shumë për ligës të parë dhe për ligës 21, prandaj kemi bë ligën 21. Me shumë me zhvillu futbollistat e tyre ata dhe me pas lojë më shumë. Kosova nuk po them më mbyll ashtu krejt me pas një lojtar, po mendoj që Kosova pak ka nevojë për lojtar të huaj në nivelin kësaj lige çfarë jemi. Edhe shpresoj që nëse shkon kështu, domethënë nëse krijohen kushtet edhe infrastrukturore, edhe administrative, edhe ekonomike të tjera, domethënë unë e shoh që futbolli këtu përveç kënaqësisë, krenarisë, është edhe një industri, edhe po hyn në çat pjesë të industrisë që thjesht ka me qenë një produkt i Kosovës jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë botën dhe unë jo vetëm dëshira, po menoj që çto projekte që radhazi jem të shku dhe jem të i bo, domethënë jo vetëm nga na, po edhe nga njerëz të ekspertë dhe analistë të tjerë që ne i kemi angazhu dhe angazhojmë, domethënë shpeshherë e shoh ligën e Kosovës në ngritje e sipër, domethënë që mbrana 4 vjete, nëse e shohim çapo na vjen për ju 17, 15 dhe kjo struktura është edhe kjo pjesë organizative që kemi bërë futbollin në shkolla është e jashtëzakonshme dhe pret një ardhmë fantastike. Ligën e shoh, domethënë që sigurisht ka me hy, ndoshta jo në 4-5 ligat më të mëdha, po në 10 që më të mirë të ligave e shoh shumë shpejt që ka me shumë me hi. Nëse po them, ja dhom hakun na secili si duhet. Urojmë ndodh kjo sa më shpejt. President, faleminderit që ishte pjesë e podcastit ton. Faleminderit president. Mos të harrojmë lavdëm ti përmendëm edhe një herë mbështetësit tonë që janë Pro Transport, Mucha Solar, Patos, Lashko dhe Denfix. Shikues të nderuar të Telegrafit dhe Televizionit Dukagjini, shihemi në podcastin e radhës.